Pikërisht mbi situatën, pasojat, shkaqet dhe çfarë masash duhet të marrim. Kam ekspertin e mjedisit, profesorin e njohur Ferdinand Bengo në këto momente. Zoti Bengo, përshëndetje. Përshëndetje Artil. Që të themi na gjeti të përgatitur s'mund ta themi, por çfarë duhet bëjmë tani? Sepse ndryshimet klimatike, të gjithë i dimë që është një alarm botëror, por në vendin ton nuk është vetëm natyra, besoj, është dhe dora e njeriut. Padyshim është një kombinimi të dy faktorëve. Nga njëra anë një klim që po bëhet gjithnjë më paparashikueshme, një dimër shumë i ngrohtë, gjë që i bën që pjesa më e madhe e rreshjeve të bie në trajtën e shiut, në pellgun e mbledhjes së pjesës më të madhe të lumenjve të Shqipërisë, dhe nga ana tjetër mos përgatitja në kohë ose mos marrja seriozisht atëherë kur është hapësirë, që do të thotë ne duhet që në mënyrë kapilare të pastrojmë dhe mbajmë në gjendje funksionale sistemin e kullimit, jo vetëm në tokat bujqësore, pranë shtetëve të lumenjve, por edhe në zonat urbane, duke siguruar që në rast se do kemi shira të tepërt, hidrovorët funksionojnë, që do thotë ujë të shkojë te hidrovori dhe hidrovori ta përcjell atë. Në rastin konkret ndodh shpesh që ujërat shkojnë me vështirësi në hidrovor për shkak se sistemi i kullimit kapilar nuk funksionon. Kryeministri pak më parë u shpreh se do të ketë ligje të ashpra apo masa të ashpra ndëshkuese ndaj atyre që hedhin plastikën në lumenj. Se si e komentoni? Plastika është një problem shumë i madh dhe padyshim në Shqipëri është dhe më i madh në krahasim me gjithë vendet e tjera të rajonit. Po nga ana tjetër unë dua të them që jo vetëm ajo që duket se plastika është e lehtë dhe duket sipërfaqe, por të gjithë lumenjtë tanë, edhe kanalet kryesorë të kullimit, pranë sidomos ato të vendosura pranë qendrave urbane, janë të mbushura plot me të gjitha llojet e mbeturinave që ne prodhojmë. Që do të thotë çdo gjë që ne nuk na duhet, ne e kemi shumë thjesht, ne e hedhim në lum apo në buzë lumit, me mendimin që do ta marrë lumi. Por vjen një moment që gjitha këto grumbullohen dhe pastaj krijojnë një gjendje emergjence, që do të thotë aftësia e lumenjve për të shkarkuar zhvoglohet, dhe për shkak të këtyre materialeve që ne hedhim, dhe po ju them, nëse shkoni në grupderet lumenjve, ose nëse vizitoni lumenjt kur ata janë të thatë, do të habiteni me gjithë arsenalin dhe jo vetëm këtu plastik, por edhe elektroshtëpiake të papërdorura, edhe divan, koltuqe, susta, gjithçka që nuk i duhet njerëzit e hedhin lum. Dhe kjo është një sjellje e papranueshme dhe këtë në një farmase ne ja bëjmë vetes sepse në fund fare paguajmë gjithë si shoqëri. Jo vetëm ata që janë në rastin konkret përmbytur dhe presin të shpërblim, por edhe ne që paguajmë taksa paguesit dhe me taksat tona mbajmë dhe shpërblejmë të gjitha njerëzit që dëmtohen në raste të tilla. Shteti padyshim që duhet të rrisë funksionimin e tij, që do të thotë të procedojë fort të gjithë ata që bëjnë këtë lloj, të themi, krimesh mjedisore që ende nuk e kanë figurën e krimit mjedisor, por që duhen konsideruar si të tilla. Profesor Bego, mirë në Kënet, mirë në zonën e Nën Shkodrës, mirë le ta themi hajde po e marrit Mirqen dhe në një pjesë të zonës së Lezhës. Por ky fenomen këtë herë ishte krejt ndryshe. Ne pam për shembull fshatra të cilët kanë lëvizur, ka rrshqitur toka. Ne pam që për herë të parë në Gjirokastër u bë nami. Pse ka ndodhur kjo? Është e thjeshtë në Artil. Në rast se e shikoni me kujdes se si është vendosur Gjirokastra dhe fshatrat e Gjirokastrës, do të shikoni që rreth rrotull tyre apo mbi shpatën e këtyre maleve pothuajse s'ka pyje. Dhe padyshim nëse ti të mungojnë pyjet, atëherë nuk ka kush e mban ujë. Shiu në një farmase tashmë do të ngopi argjilat do të rëndohen dhe në fund fare shpatet do të rrëshqasin bashkë me shtëpitë që janë vendosura në këto shpate. Kjo është ajo që po ndodh. Ne po shikojmë tokë që po zbret poshtë, shpat mali që po zbret poshtë, gur të mëdhenj që po rkullisen, sepse të gjitha këto do t'i mbanin pyjet nëse ato do të ishin. Ne kemi dështuar si shoqëri, dhe këtu kam parasysh jo vetëm shoqërinë e brezët e sotëm, por edhe atë të një shekulli apo 2 shekuj më parë, për të mbrojtur atë që është kapitali jon kryesor, që është natyra, në mënyrë veçantë pyjet. Sepse funksioni kryesor i pyjeve është që të mbrojë tokën, të stabilizojë tokën, të mbrojë atë nga rrëshqitjet, nga erozioni, dhe që të bëjë që në fund fare në lumenj të zbresin pa ujëra dhe jo lumra. Dhe balta sikur se ndodh tek ne që ndërsa tërhiqen ujërat, të gjithë njerëzit tashmë kanë të bëjnë me lumin apo baltën që duhet të pastrojnë. Kjo është një alarm që duhet të dëgjohet nga të gjithë, jo vetëm nga qeveritë qendrore dhe ato lokale, por nga gjithë shoqëria për të kuptuar që ajo që është bërë në mënyrë sistematike
dhe pa e kuptuar, të gjitha këto pasoja vinda akumulohen dhe ne, brezat e sotëm, paguajmë për sjelljen ose mos sjelljen e duhur të brezat kaluar, ne duhet të marrim përgjegjësinë për të bërë atë që duhet për brezat që vinë. Në të kundërt, faturat që do të paguajmë nga viti në vit do të jenë gjithnjë e më të mëdha, si për qeverinë, po edhe për gjithë taksapaguesit, sepse në fund fare qeveria do të disbursojë fondet që grumbullon nga taksapaguesit. Profesor Bego, dhe një pyetje të fundit, a duhet që për shembull ajo që ne i quajmë krimi mjedisor të konsiderohet po aq i rëndë sa i vepër penale në këtë vend, që ne mos të kalojmë për shembull, shkon një kompani ka 35 vjet gryhen shtretret e lumeve, merr një gjob ose e fotografon njëri dhe harrohet. Pra, a duhet që të ketë në kodin e ri penal pikërisht mbrojtja e natyrës të jetë dhe të konsiderohet në rast se kemi krim mjedisor një vepër shumë e rëndë? Nuk ka asnjë dyshim, jemi të vonuar madje. Ne duhet kuptojmë që të presësh pyllin, të djegësh pyllin, të marrësh inertet nga lumenjt. Të gjitha këto janë krime mjedisor, të hedhësh plastika, të hedhësh çdo gjë që s'ë duhet në lum apo kudo tjetër, është krim mjedisor, sepse në fund fare paguhen kjo shoqëri për dëmet e shkaktuara nga papërgjegjësia e njerëzve, kushdo qofshin ata. Profesor Bego, ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit, ishim me profesorin dhe ekspertin e mjedisit Ferdinand Bego. Mirë, ne në këtë momente do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.